Shqipëria po përballet me një mungesë në rritje të forcave punëtore të kualifikuara, ndërsa vendet europiane, veçanërisht Gjermania, po tërheqin profesionistët shqiptar përmes skemës së kartës blu, një leje qëndrimi për punë për shtetasit e jashtë Bashkimit Evropian me arsim të lartë dhe aftësi të specializuara. Sipas Eurostat, nga viti 2019 deri në vitin 2023, janë vënë mbi 3400 karta blu për shtetasit shqiptar, me një rritje të ndjeshme krahasuar vetëm me 15 të tilla në vitin 2012. Viti rekord mbetet 2021, kur u lëshuan 882 leje, prej të cilave 823 nga Gjermania, vendi që ka dominuar këtë proces, duke dhënë për vite me radhë mbi 85% të totalit të kartave për shqiptarët. E në vitin 2023, Gjermania akordoi 716 të tilla. Përfituesit e kartës blu në Gjermani duhet të kenë një kontratë pune me pak minimale vjetore mbi 43.000 euro, kryesisht në sektor si teknologjia e inovacionit, mjekësia dhe inxhinieria. Kjo është bërë tërheqëse për shqiptarët për shkak të pagave të larta dhe nevojës së Gjermanisë për fuqi punëtore përballë pllakjes së popullsisë. Pavarësisht dominimit të Gjermanisë, edhe vendet të tjera si Italia, Austria dhe Polonia kanë nisur të pranojnë profesionistët shqiptar, por me numra ndoshta më të ulta. Në të gjithë Bashkimin Evropian në vitin 2023, u dhanë afro 89.000 karta blu, ku shumicën shkuan për shtetësit nga India, Rusia dhe Turqia. Është kthyer në një rrugë legale dhe e favorshme për emigracionin profesional, duke nxitur një rrjedhje truri nga vende si Shqipëria drejt tregjeve të mëdha europiane që kërkojnë specialistë.